Në takimin me të rinj të angazhuar në teknologji dhe inovacion, Rama u shpreh se është thelbësore të krijohen më shumë rrugë për akses në teknologji që nga arsimi fillor. Kemi sistemin e laboratorëve inteligjent në shkolla. Sot janë 340, mos gabojmë, shkolla që kanë laboratorët inteligjent ku fëmijët qysh në klasën e parë fillojnë paralelisht edhe të marrin nocionet e para të teknologjisë edhe të kodimit. Dhe plani është që laboratorët inteligjent të shkojnë në 1000, praktikisht të mbulohen të gjitha shkollat dhe është një plan i financuar tani më. Kryeministri Rama foli për një indek mes kërkimit dhe zhvillimit shkencor në universitete. Shumë energji edhe shumë kohë konsumohet për faktikisht kërkime shkencore që pastaj mbeten në vetvete dhe nuk krijojnë vlerë të shtuar. Rama pohoi se numri i të rinjve shqiptar të përfshirë në teknologji inovative po rritet gjithmonë dhe më shumë, po ashtu kërkesa për t'i përfshirë në tregun e punës është e madhe. Tani më është kapërcyer dhe faza e kostos së ulët dhe nuk është më qasja ndaj Shqipërisë e kompanive si një vend ku mund të bëjmë disa punë ku të marrim të njëjtin produkt por paguajmë më pak kraun e punës.